të publikut. Unë, doktor, pra kemi dhe zonjën Brunit Laxhiu, që përfaqëson Partinë e Lirisë, nëse ka diçka për të. Përshëndetje, shumë kënaqësi. Nga komunikimet që kemi patur me banorët, kryesisht të Qarkut Fier, kemi një kërkesë të vazhdueshme për përcaktimin e disa njësive administrative atje si bashki, duke u bazuar edhe në numrin e banorëve. Ata na tregojnë se kanë vështirësi për të pasur shërbimet që ata ka nevojë. Marr për shembull njësinë administrative Cakrën, banorët e së cilës e kanë shumë të vështirë të marrin shërbimet e duhura, dhe është një kërkesë e posaçme e tyre për ta rikthyer atë si një bashki. Përveç kësaj doja të theksoja që përgjatë fushatës në Qarkun e Fierit, të gjithë kandidatët e opozitës kanë hasur shumë vështirësi. Ne ja kemi parathënë edhe OSB Odirit në takimet tona, ja kam thënë edhe liderit zotit Sali Berisha në takimin që kemi patur në Fier, që Belinda Balluku ka zbritur gjithë administratën nga Tirana, e ka çuar në Fier dhe fushatën nuk e kanë bërë kandidatët politik, por e ka bërë administrata shtetërore. Prandaj Gaja Rajon ka qenë komplet e padrejtë, sepse ne jemi ndeshur përballë shtetit, përballë institucioneve dhe nuk ka qenë një garë politike. Ne shkonim te qytetarët, i premtonim atyre se do të punonin për ta, i flisim për idealet, për parimet, për vizionin ton, ndërkohë krahu tjetër u premtonte vende pune, privilegje, ndere të caktuara, por ama edhe i kërcënonte, qoftë edhe me prishjen e shtëpive apo me largime nga puna, dhe faktet kanë treguar që ata kishin një evidencë të qartë të gjithë njerëzve që kishin punuar për ta, pra i kishin patronazhuar në damar, në detaje njerëzit. Prandaj kjo nuk ishte një fushat zgjedhore, kjo ishte një masakër zgjedhore në plot kuptimin e fjalës. Do të bëj maksimumin patjetër, unë jam antare zvendësuese në Komisionin e Posaçëm për Reformën Territoriale, kështu që çdo rekomandim i juaj, çdo sugjerim, ne jemi të hapur, kontaktet tona i keni, kështu që mund të na kontaktoni në çdo moment. Faleminderit. Faleminderit, zonja Laxhiu. Do doja të theksoja diçka. Besoj që